Në dhjetor të vitit 1947, në një zyrë të errët të presidiumit të Kuvendit Popullor në Tiranë, një mjek me emrin Omer Nishani mbante në dorë një stilolaps që pesha e tij ishte më e rëndë se çdo bisturi që kishte përdorur ndonjëherë. Përpara tij shtrihen dosje me kërkesa për falje jete, letra të shkruara me dorë nga njerëz që ai njihte me emër, me fytyrë, me zë. Njerëz me të cilët kishte ndarë bukën në mërgim, me të cilët kishte ëndërruar për një Shqipëri të lirë nga Tirana. Por tani, në atë dhomë ku era e duhanit të rënd përzihet me erën e lagështirës së murit, ai duhet të zgjedhë, të firmos vdekjen e tyre ose të pranojë vdekjen e vet. Kjo nuk është thjesht një histori mbi tradhtim. Kjo është historia e një njeriu që u shndërrua në noteri të vdekjes dhe që për këtë paguai me shpirtin e tij. Sot, për herë të parë, ne do të hapim dosjet që regjimi i fshehu për 60 vjet. Do të lexojmë letrat që nuk u dëgjuan kurrë. Do të ndjekim gjurmët e gjakut që çojnë nga zyra e presidentit deri te kodra ku varen miqt e tij. Dhe do të pyesim, a mund të jetonte Omer Nishani me atë që bëri? Apo vdekja e tij në vitin 1954 ishte vetëm përfundimi i pashmangshëm i një njeriu që kishte firmos shumë herët varrin e tij? Në maj të vitit 1944, kur Kongresi i Përmetit shpalli themelimin e qeverisë së re antifashiste, Omer Nishani u zgjodh kryetari i Këshillit Nacional Qeverimtar. Ai nuk ishte një komunist fanatik si Enver Hoxha apo Koçi Xoxe. Ai ishte një mjek, një intelektual i arsimuar në Francë, një njeri që fliste frëngjisht dhe italisht me të njëjtën lehtësi me të cilën fliste shqiv. Në sytë e shumë shqiptarëve që kishin luftuar kundër fashizmit, por që nuk besonin në komunizmin e ashpër, Nishani ishte fytyra e moderuar e lëvizjes, një njeri që mund të garantonte se Shqipëria nuk do të bëhej një kopje e Bashkimit Sovjetik. Por Enver Hoxha e dinte saktësisht pse e kishte zgjedhur atë. Nishani ishte fasada e përsosur, një patriot me reputacion të pastër, një njeri që mund të bind intelektualët dhe nacionalistët se pushteti i ri do të ishte demokratik. Dhe kështu, në vitet e para pas luftës, Nishani u bë kryetari i presidiumit, pozita më e lartë formale e shtetit. Por pushteti real ishte në duart e Hoxhës dhe të aparatit të sigurimit të shtetit. Nishani ishte një kukull e bukur, e veshur me kostum dhe me titull madhështor, por pa asnjë fuqi të vërtetë. Ai nënshkruante ligje që nuk i lexonte, miratonte vendime që nuk i merrte, dhe shfaqej në ceremoni ku buzëqeshja e tij e lodhur fshinte një të vërtetë të tmerrshme. Ai ishte rob i një sistemi që e përdorte si mbulesë morale. Por në tetor të vitit 1947, kur mbi tryezën e tij ran dosjet e grupit të deputetëve, Nishani kuptoi se roli i tij nuk ishte më thjesht dekorativ. Ai do të duhej të bëhej ekzekutor. Në dhomën e tij private, larg syve të publikut, Omer Nishani hapi dosjen e parë. Emri i shkruar me shkronja të zeza në krye të letrës ishte Shefqet Beja, një emër që e goditi si një grusht në stomak. Shefqet Beja nuk ishte thjesht një deputet i Kuvendit Popullor. Ai ishte miku i tij i vjetër, tregtar i pasur nga Durrësi që kishte financuar lëvizjen partizane me pasurinë e tij. Gjatë luftës, kur Nishani dhe shokët e tij fshiheshin në male, ishte Shefqet Beja ai që u siguronte ushqim, strehim dhe para. Ishte ai që rrezikoi jetën e tij dhe pasurinë e tij për të mbështetur atë që ai besonte se ishte një luftë për liri. Dhe tani, në atë letër të shkruar me një shkrim të dridhur, Shefqet Beja i kërkonte Omerit, jo presidentit, por mikut të tij, të shpëtonte jetën e tij. Letra fillonte me fjalët: Omer, ti më njeh. Ti e di se unë nuk jam tradhtari që më akuzojnë. Nishani e lexoi letrën një herë, pastaj 2 herë, pastaj 3 herë. Çdo fjalë ishte një thirrje për drejtësi, një kujtesë e ditëve kur ata ishin bashkë në mërgim, kur ata besonin se po ndërtonin një vend ku drejtësia do të mbretëronte. Por tani, Shefqet Beja nuk kërkonte drejtësi, ai kërkonte mëshirë. Dhe Nishani e dinte se mëshira nuk ekzistonte në sistemin që ai shërbente. Ai e dinte se nëse refuzonte të firmos, nuk do të ishte vetëm Shefqet Beja ai që do të vdiste. Do të ishte vetë Nishani, familja e tij dhe çdo gjurmë e kujtesës së tij. Kështu që ai mori stilolapsin, atë stilolaps që dikur kishte përdorur për të nënshkruar receta mjekësore, për të shpëtuar jetë, dhe shkroi fjalën që do ta ndjekte deri në varr: refuzohet. Natën e 10 tetorit të vitit 1947, në një kodër të njohur si Mali me gropa, në periferi të Tiranës, 16 njerëz u varën dhe u pushkatuan. Midis tyre ishte Shefqet Beja, Riza Dani, Selaudin Toto, njerëz që Omer Nishani i kishte quajtur shok, miq, vëllezër.
Ekzekutimi u krye në errësirë të plot, pa dëshmitar, pa gazetar, pa asnjë gjurmë zyrtare përveç një raporti të shkurtër në arkivat e sigurimit të shtetit. Trupat e tyre nuk u kthyen kurrë te familjet. Ata u hodhën në gropa të pashënuara dhe për dekada, nënat dhe gratë e tyre erdhën në atë kodër duke kërkuar një shenjë, një copë rrobe, një kockë që të tregonte se ku pushonin të dashurit e tyre. Por asgjë nuk u gjet kurrë. Regjimi i kishte fshirë ata nga historia, ashtu siç i kishte fshirë nga jeta. Dhe Omer Nishani, i ulur në zyrën e tij presidenciale, e dinte saktësisht çfarë kishte bërë. Ai nuk kishte qenë në kodër atë natë. Ai nuk kishte mbajtur litarin. Ai nuk kishte shkrepur pushkën. Por ai kishte firmosur letrën që i dërgoi ata atje. Dhe kjo firmë, kjo veprim i vetëm me stilolaps, ishte më vdekjepruese se çdo armë. Në ditët që pasuan, Nishani vazhdoi të shfaqej në publik. Ai mbajti fjalime, nënshkroi ligje, buzëqeshi për fotografët. Por ata që e njihnin nga afër thanë se diçka kishte ndryshuar. Sytë e tij, që dikur kishin pasur një shkëlqim të butë intelektual, tani ishin të zbrazët. Ai pinte më shumë se zakonisht. Ai flinte pak. Dhe në ëndrat e tij, sipas asaj që i rrëfeu më vonë bashkëshortes së tij, ai shite fytyrat e miqve të tij duke e shikuar nga errësira, duke e pyetur: "Pse, Omer? Pse na tradhtove?" Por a kishte zgjedhje Omer Nishani? Kjo është pyetja që na ndjek edhe sot. A mund të kishte refuzuar? A mund të kishte thënë jo? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi prapa në kohë, në vitet kur Nishani dhe miqtë e tij ishin ende të rinj, plot shpresë dhe idealizma. Në vitet 20 dhe 30, Omer Nishani ishte pjesë e një brezi intelektualësh shqiptar që kishin studiuar në Perëndim dhe që kishin kthyer në atë dhe me një vizion për një Shqipëri moderne, demokratike, të lirë nga despotizmi i Ahmet Zogut. Ai ishte mik i ngushtë me Riza Danin, një patriot nga Shkodra që kishte studiuar në Austri, dhe me Shefqet Bejen, një tregtar që kishte lidhje me lëvizjet nacionaliste në Mërgim. Së bashku, ata ishin pjesë e Konares, Komitetit Nacional Qirimtar, një organizatë që luftonte për një Shqipëri të pavarur dhe demokratike. Ata nuk ishin komunistë. Ata besonin në pluralizëm politik, në zgjedhje të lira, në të drejtat e njeriut. Por kur lufta kundër fashizmit filloi, ata u bashkuan me partizanët komunistë sepse besonin se armiku i përbashkët ishte fashizmi dhe se pas luftës do të kishte hapësirë për të gjitha zërat politik. Ata gabuan. Enver Hoxha nuk kishte asnjë qëllim të ndante pushtetin. Ai i përdori nacionalistët si mish për tokë gjatë luftës dhe pastaj, kur lufta mbaroi, filloi sistematikisht t'i eliminoi ata. Dhe Omer Nishani, që ishte zgjedhur president pikërisht për të tërhequr këta njerëz, u gjeti ngujuar në një kurth nga i cili nuk kishte dalje. Në maj të vitit 1947, 6 muaj para ekzekutimit të miqve të tij, Omer Nishani mori një vizitë të pazakontë në zyrën e tij. Ishte Koçi Xoxe, ministri i brendshëm dhe shefi de facto i sigurimit të shtetit, një njeri që frymëzonte frikë edhe te vetë Enver Hoxha. Xoxe hyri pa trokitur, u ul përballë Nishanit dhe vuri mbi tavolinë një dosje të trash. "Lexoje," tha ai me një zë të ftohtë. Nishani hapi dosjen. Brenda ishin raportet të sigurimit që akuzonin disa deputet të Kuvendit Popullor, midis tyre Shefqet Beja dhe Riza Dani, për komplot kundër shtetit. Sipas raporteve, ata kishin kontakte me shërbimet sekrete britanike dhe amerikane dhe po planifikonin një grusht shteti për të rrëzuar qeverinë komuniste. Nishani e lexoi dosjen me një ndjenjë të rëndë në stomak. Ai i njihte këta njerëz. Ai e dinte se ata nuk ishin tradhtar. Ata ishin kritik të regjimit, po ata kishin folur hapur në kuvend kundër kolektivizimit të dhunshëm të tokave, kundër arrestimeve arbitrare, kundër censurës. Por kjo nuk i bënte ata agent të huaj. Kjo i bënte ata qytetar të ndershëm që besonin në demokraci. Por Koçi Xoxe nuk kishte ardhur për të diskutuar. Ai kishte ardhur për të paralajmëruar. Këta njerëz do të arrestohen, tha ai. Do të gjykohen. Dhe do të dënohen. Dhe kur të vijë koha, ti do të nënshkruash vendimin. Nishani e shikoi Xoxen në sy dhe pa atje diçka që e bëri të ngrinte. Nuk ishte thjesht kërcënim. Ishte një premtim. Nëse Nishani nuk bashkëpunonte, ai do të ishte i radhës. Dhe kështu, në atë moment, Omer Nishani kuptoi se ai nuk ishte më një president. Ai ishte një rob.
Arrestimet filluan në qershor të vitit 1947. Një nga një, deputetët u morën nga shtëpitë e tyre në mes të natës. Familjet e tyre nuk u informuan. Avokatët nuk u lejuan. Ata u zhytën në errësirën e burgut të sigurimit, ku filloi një proces torturash që zgjati muaj të tërë. Ata u rahën me shkopinj, u mbytën me ujë, u privuan nga gjumi për ditë të tëra, derisa nënshkruan rrëfime të shkruara paraprakisht nga vetë hetuesit. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Omer Nishani vazhdoi të jetonte jetën e tij publike si president. Ai priste delegacione të huaja, mbajti fjalime për ndërtimin e socializmit, shfaqej në fotografi duke buzëqeshur pranë Enver Hoxhës. Por brenda, ai po shkatërrohej. Bashkëshortja e tij, në një dëshmi të dhënë dekada më vonë, tha se Nishani kishte filluar të fliste me pistolet në njastër. Ai nuk i besonte askujt. Ai e dinte se çdo fjalë që thoshte mund të dëgjohej, çdo lëvizje që bënte mund të raportohej. Ai jetonte në një burg të padukshëm dhe i vetmi mjet për të mbijetuar ishte heshtja dhe bindja. Por a mund të mbijetonte dikush me këtë çmim? A mund të jetonte një njeri duke ditur se çdo ditë që kalon, ai po bëhet bashkëfajtori një krimi që e tmeronte? Në shtator të vitit 1947, gjyqi i grupit të deputetëve filloi në gjykatën e lartë ushtarake. Ishte një shfaqje e orkestruar me kujdes. Të akuzuarit u sollën në sallë të lidhur me pranga, me fytyra të ënjë nga rrahjet, me sy të zbrazët nga tortura. Ata lexuan rrëfimet e tyre me zëra të thyra, duke pranuar krime që nuk i kishin kryer kurrë. Publiku në sallë, i përzgjedhur me kujdes nga partia, i urrente me një urrëtie të nxitur nga propaganda. Gazetarët e regjimit shkruan artikuj plot helm, duke i quajtur ata qenë të imperializmit dhe tradhtar të popullit. Dhe Omer Nishani, i ulur në zyrën e tij presidenciale, lexonte këto artikuj dhe e dinte se çfarë do të vinte më pas. Ai e dinte se pas dënimit do të vinin kërkesat për falje. Dhe ai e dinte se ai do të duhej të vendoste. Në 27 shtator, gjykata dha vendimin, 16 të dënuar me vdekje. Dhe në fillim të tetorit, kërkesat për falje mbërritën në tryezën e Omer Nishanit. Ato nuk ishin dokumente zyrtare të shkruara nga avokat. Ato ishin letra personale të shkruara me dorë nga vetë të dënuarit. Letra që fillonin me fjalë si: Omer, miku im i vjetër. Omer, ti e di se unë nuk jam ai që thon. Omer, për hir të ditëve tona në mërgim, shpëtom jetën. Dhe Omer Nishani i lexoi të gjitha. Ai qau mbi to. Ai i mbajti në duar derisa letra u njollos nga djersa e tij. Por në fund, ai mori stilolapsin dhe shkroi: refuzohet. Pse? A ishte frikë? A ishte bindja se nuk kishte zgjedhje? A ishte shpresa se duke u bindur, ai do të shpëtonte veten dhe familjen e tij? Apo ishte thjesht dorëzimi i plot i një njeriu që kishte humbur çdo shpresë? Në arkivat e sigurimit të shtetit, të cilat u hapën vetëm pas rënies së regjimit, ekziston një dokument që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Është një raport mjekësor i shkurtër, i datuar 10 nëntor 1947, një ditë pas ekzekutimit të grupit të deputetëve. Raporti përshkruan gjendjen shëndetësore të Omer Nishanit. Pacienti shfaq shenja të rënda të depresionit nervor. Nuk ha prej 3 ditësh. Duart dridhen në mënyrë të pakontrollueshme. Kërkoi ilaçe qetësuese, por refuzoi të shpjegojë shkakun e gjendjes së tij. Mjeku që e shkroi këtë raport ishte vetë koleg i Nishanit nga vitet e studimeve në Francë. Ai e njihte Omerin si një njeri të qetë, të matur, të fortë psikologjikisht. Por tani, duke e parë atë të ulur në skaun e zyrës presidenciale me sytë e kuq dhe me fytyrën e zbehur, mjeku kuptoi se diçka e tmerrshme kishte ndodhur. Ai nuk guxoi të pyeste. Në atë kohë, pyetjet ishin më të rrezikshme se heshtja. Por ai shkroi në raport një fjali që do të mbetej e fshehtë për 60 vjet. Pacienti përsërit fjalët: unë i vrava ata. Unë i vrava me dorën time. Omer Nishani nuk kishte qenë në malin me gropa atë natë. Ai nuk kishte mbajtur litarin që vari Shefqet Bejen. Ai nuk kishte shkrepur pushkën që vrau Riza Danin. Por ai e dinte, dhe kjo e dinte e thellë, e pashmangshme, e përjetshme, se pa firmën e tij, ata do të ishin gjallë. Dhe kjo e ditur e shndërroi atë nga një president në një gjendje të gjallë të ndërgjegjes së fajshme. Çfarë ndodh me një njeri kur ai shkel betimin më të shenjtë të jetës së tij? Omer Nishani kishte bërë betimin e Hipokratit kur u bë mjek,
unë do të përdor trajtimin për të ndihmuar të sëmurët sipas aftësisë dhe gjykimit tim, por kur me qëllim për të bërë dëm apo padrejtësi. Ai kishte shpëtuar jetë gjatë luftës. Ai kishte trajtuar partizan të plagosur në male, kishte operuar pa mjete në kushte primitive, kishte mbajtur në jetë njerëz që çdo mjek tjetër do t'i kishte konsideruar të humbur. Dhe tani, me një firmë të vetme, ai kishte dërguar 16 njerëz në vdekje. Jo armiq, jo kriminal, por miq, shok, njerëz që ai njihte me emër dhe me fytyrë. Në javët që pasuan ekzekutimin, Nishani filloi të shfaqte sjellje që alarmuan edhe vetë Enver Hoxhën. Ai nuk dilte më nga zyra e tij. Ai refuzonte të takonte vizitor. Ai pinte raki deri në mëngjes dhe flinte në koltukun e zyrës, sepse në shtëpi, në krevatin e tij, ai shihte ëndra që e bënin të ulërinte në gjumë. Bashkëshortja e tij, e frikësuar dhe e pafuqishme, i lutej të fliste me dikë, të kërkonte ndihmë. Por Nishani e dinte se nuk kishte ndihmë për atë që ai mbante brenda. Ai kishte bërë një zgjedhje që nuk mund të zhbëhej kurrë. Dhe çdo ditë që kalonte, ai e ndjente peshën e asaj zgjedhjeje duke u rënduar mbi shpirtin e tij si një gur që e shtypte ngadalë, por pa pushim. Por ai ishte vërtet zgjedhje. Kjo është pyetja që na ndjek edhe sot, 67 vjet pas asaj nate të 10 tetorit. Për ta kuptuar këtë, duhet të hyjmë në mendjen e një njeriu që jetonte në një regjim ku çdo veprim, çdo fjalë, çdo heshtje kishte pasoja jetike. Imagjinoni se jeni Omer Nishani në tetor të vitit 1947. Ju jeni president i vendit, por ju e dini se ky titull është bosh. Pushteti real është në duart e Enver Hoxhës dhe të Koçi Xoxhes. Ju jeni rrethuar nga agjentë të sigurimit që raportojnë çdo lëvizjen tuaj. Telefoni juaj është i përgjuar. Shtëpia juaj është e mbushur me mikrofona të fshehur. Madje edhe bashkëshortja juaj mund të jetë e detyruar të raportojë biseda private. Ju e dini se nëse refuzoni të firmosni dënimet me vdekje, ju nuk do të shpëtoni miqtë tuaj, ju thjesht do të bashkoheni me ta në varr. Dhe jo vetëm ju. Familja juaj, bashkëshortja, fëmijët, vëllezërit do të arrestohen si familje tradhtari. Do të dërgohen në kampe pune. Do të fshihen nga historia. Kështu që ju merrni stilolapsin. Ju e dini se çfarë po bëni. Ju e dini se po tradhtoni çdo gjë që keni besuar ndonjëherë. Por ju e bëni, sepse truri juaj i lodhur, i frikësuar, i izoluar ju thot se kjo është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Dhe pastaj, kur gjithçka mbaron, kur miqtë tuaj janë varur dhe trupi i tyre është hedhur në gropa të pashënuara, ju kuptoni të vërtetën e tmerrshme, ju nuk mbjetuat. Ju thjesht shtyt vdekjen tuaj për më vonë. Në dhjetor të vitit 1947, 2 muaj pas ekzekutimit, Omer Nishani mori një vizitë të papritur. Ishte një grua e veshur me të zeza, me një shami të zezë që i mbulonte flokët e thinjur. Ajo hyri në zyrën e tij pa leje, duke kaluar përmes rojes që u përpoq ta ndalonte. Ajo qëndroi përpara tryezës së Nishanit dhe e shikoi me sy që digjeshin nga urrejtja dhe dhimbja. Ju e njihni mua, pyeti ajo me një zë të ulët, por të qartë. Nishani e njihte. Ishte gruaja e shefqet Bejës. Ajo kishte qenë një grua e bukur dikur, plot jetë dhe buzëqeshje. Tani ajo ishte një hije e asaj që kishte qenë, e thyer nga dhimbja, e shkatëruar nga humbja. Burri im, tha ajo, më la një letër para se ta merrnin. Ai shkroi se ju ishit shpresa e tij e fundit. Ai shkroi se ju e njihni të vërtetën. Ai shkroi se ju do ta shpëtonit, sepse ju ishit miku i tij. Ajo nxori nga xhepi një letër të palosur dhe e hodhi mbi tryezën e Nishanit. Lexojeni, tha ajo. Lexoni fjalët e fundit të një njeriu që ju tradhtua. Nishani nuk e preku letrën. Ai nuk guxoi. Ai e dinte se çfarë kishte brenda. Ai e dinte se çdo fjalë do të ishte një thik në zemrën e tij. Por gruaja nuk lëvizi. Ajo qëndroi atje, duke e shikuar me një shikim që nuk kishte mëshirë, derisa Nishani, me duar që dridheshin, mori letrën dhe e hapi. Letra ishte e shkruar me një shkrim të shpejtë, të rrëmujshëm, shkrim i një njeriu që e dinte se koha po i mbaronte. Ajo fillonte kështu: gruas sime të dashur, nëse po lexon këtë, do të thotë se unë nuk jam më. Por dua që ti të dish të vërtetën. Unë nuk jam tradhtari që më quajnë. Unë nuk kam shitur kurrë atë dhe unë tim. E vetmja gjë që bëra ishte të flas hapur kundër padrejtësive që po ndodhnin. Dhe për këtë, ata më dënuan me vdekje.
por unë nuk kam frikë nga vdekja. Ajo që më dhemb është se njerëzit që unë i quaja miq, njerëzit për të cilët unë dhash gjithçka, më braktisën. Veçanërisht Omeri. Ai e di se unë jam i pafajshëm. Ai e di se kjo është një gënjeshtër e madhe. Por ai nuk do të bëj asgjë, sepse ai është i frikësuar. Dhe unë e kuptoj frikën e tij. Por kuptimi nuk e fshin tradhtin. Nishani e lexoi letrën deri në fund dhe kur mbaroi, ai e la atë të binte nga duart e tij. Ai nuk tha asnjë fjalë. Çfarë mund të thoshte? Çfarë justifikimi mund të jepte? Gruaja e shefqet Bejes e shikoi për një moment të gjatë dhe pastaj tha diçka që do ta ndjekte Omerin deri në ditën e fundit të jetës së tij. Ju jeni gjallë, zoti president. Por a ja vlen të jetosh kur ke vrarë shpirtin tënd? Ajo u kthye dhe doli nga zyra, duke e lënë Nishanin të ulur në heshtje. Dhe në atë heshtje, ai dëgjoi një zë që nuk ishte i jashtëm, por i brendshëm, një zë që i thoshte atë që ai e dinte tashmë. Ai nuk ishte më njeri. Ai ishte një fantazm që ecte në një botë ku nuk i përkiste më. Në vitet që pasuan, Omer Nishani vazhdoi të shërbente si president. Ai nënshkroi ligje, mbajti fjalime, priti delegacione. Por ata që e njihnin nga afër thanë se ai kishte ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Ai nuk fliste më shumë se sa ishte e nevojshme. Ai nuk buzëqeshte më. Ai ecte nëpër korridoret e pushtetit si një njeri që kishte humbur rrugën dhe nuk e gjente dot më kthimin. Në vitin 1950, kur Koçi Xoxe, njeriu që e kishte detyruar të firmos vdekjen e miqve të tij, u arrestua dhe u ekzekutua nga vetë Enver Hoxha, Nishani nuk ndjeu asnjë kënaqësi. Ai e dinte se kjo nuk ishte drejtësi. Kjo ishte thjesht një tjetër cikël i të njëjtit sistem që gëlltiste fëmijët e vet. Dhe ai e dinte se një ditë, ky sistem do ta gëlltiste edhe atë. Në korrik të vitit 1953, Nishani dha dorëheqjen nga posti i presidentit. Arsyeja zyrtare ishte shëndet i dobët. Por të gjithë e dinin të vërtetën, ai ishte bërë një barr për regjimin. Ai pinte shumë. Ai fliste në gjumë. Ai kishte filluar të tregonte shenja të pendimit publik, një gjë që Enver Hoxha nuk mund ta toleronte. Kështu që Nishani u tërhoq në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, ku jetoi në izolim pothuajse të plotë. Ai nuk priste vizitor. Ai nuk dilte nga shtëpia. Ai kalonte ditët duke lexuar libra të vjetër dhe duke pirë raki derisa të binte në gjumë. Dhe çdo natë, në ëndrat e tij, ai shite fytyrat e miqve të tij, Shefqet Bejen, Riza Danin, Selaudin Toton, duke e shikuar me sy që pyesnin: "Pse, Omer? Pse na tradhtove?" Në arkivat që u zbuluan pas rënies së regjimit, ekziston një dokument tjetër që hedh dritë mbi gjendjen mendore të Omer Nishanit në ato vite. Është një letër që ai shkroi bashkëshortes së tij në mars të vitit 1949, por që nuk ja dha kurrë. Letra u gjet në sirtarin e tij të mbyllur pas vdekjes së tij dhe u sekuestrua menjëherë nga sigurimi. Ajo fillonte kështu: "E dashura ime, unë po të shkruaj këtë letër sepse nuk mund ta them me zë atë që më djeg brenda. Ti më sheh çdo ditë dhe mendon se unë jam i sëmur nga trupi. Por e vërteta është se unë jam i sëmur nga shpirti. Unë kam bërë diçka që nuk mund të falet kurrë. Unë kam tradhtuar njerëz që më besonin. Unë kam firmosur vdekjen e miqve të mi. Dhe çdo natë, kur mbyll syt, unë i shoh ata. Ata më shikojnë me sy që pyesin: "Pse, Omer? Pse na tradhtove?" Dhe unë nuk kam përgjigje. Unë nuk mund t'u them se kisha frikë. Sepse frika nuk justifikon tradhtin. Unë nuk mund t'u them se doja të mbijetoja. Sepse çfarë lloj mbijetese është kjo, kur çdo frymëmarrje është një vuajtje? Letra vazhdonte për 3 faqe dhe në fund Nishani shkroi diçka që tregon se ai kishte menduar tashmë për vetvrasje. Ndonjëherë mendoj se e vetmja mënyrë për të gjetur paqe është të bashkohem me ta. Të shkoj atje ku ata janë. Dhe të kërkoj falje ballë për ballë. Por ai nuk e bëri atë, jo ende. Sepse kishte diçka që e mbante gjallë, frika. Jo frika për veten e tij, por frika për familjen e tij. Ai e dinte se nëse vritej veten, regjimi do ta shfrytëzonte këtë si provë se ai kishte qenë armik i popullit që kishte fshehur fajin e tij. Dhe familja e tij do të vuante pasojat. Kështu që ai vazhdoi të jetojë, nëse ajo mund të quhej jetë. Ai vazhdoi të shfaqej në publik, edhe pse çdo shfaqje ishte një torturë.
Ai vazhdoi të nënshkruante dokumente, edhe pse çdo firmë i kujtonte firmën që kishte vrarë miqtë e tij. Dhe ai vazhdoi të pinte, sepse vetëm alkooli e bënte të harronte për disa orë atë që nuk mund të harrojë kurrë. Por trupi i tij nuk mund ta duronte këtë ritëm për shumë kohë. Në vitin 1950, kur ai ishte vetëm 47 vjeç, ai dukej si një plak 60 vjeçar. Shpina e tij ishte përkulur. Ecte me vështirësi. Zëri i tij ishte bërë i dobët dhe i thyrë. Dhe sytë e tij, ato sy që dikur kishin pasur shkëlqimin e inteligjencës dhe të shpresës, tani ishin të zbrazët, si dritaret e një shtëpie të braktisur. Në janar të vitit 1948, 3 muaj pas ekzekutimit të grupit të deputetëve, mjeku personal i Omer Nishanit shkroi një raport që nuk ju dërgua kurrë Ministrisë së Shëndetësisë, por drejt për drejt sigurimit të shtetit. Raporti fillonte me një përshkrim mjekësor të ftohtë. Pacienti ka humbur 18 kg në 3 muaj. Nuk ha rregullisht. Konsumon alkool në sasi të mëdha. Shfaq dridhje të duarve edhe kur nuk pi. Gjumi i tij është i çrregullt, fle vetëm 2 deri në 3 orë në natë dhe zgjohej duke u lëritur. Por pastaj mjeku shtoi diçka që nuk ishte mjekësore, ishte njerëzore. Unë e njoh këtë njeri prej 20 vjetësh. Ai ishte një nga mjekët më të talentuar të brezit ton. Tani ai duket si një plak 70 vjeçar, edhe pse është vetëm 45 vjeç. Diçka e ka thyer atë nga brenda. Dhe unë dyshoj se kjo diçka nuk është sëmundje fizike. Omer Nishani po vdiste ngadalë. Jo nga ciroza, siç do të thoshte më vonë propaganda zyrtare. Por nga diçka shumë më e thellë, nga ndërgjegja që e hante si një kancer i padukshëm. Çdo ditë që kalonte, trupi i tij reflektonte shkatërimin e shpirtit të tij. Flokët e tij u bën plotësisht të bardhë në 6 muaj. Fytyra e tij u thye, faqet u zhytën, syt u thelluan, lëkura mori një ngjyrë gri si e vdekurish. Kur ecte nëpër korridoret e presidiumit, njerëzit ktheheshin dhe shiheshin me njëri tjetrin me një pyetje të heshtur: çfarë i ndodhi atij? Por askush nuk guxonte ta pyeste. Sepse në atë kohë, pyetjet ishin më të rrezikshme se heshtja. Dhe Omer Nishani e dinte këtë më mirë se kushdo. Ai jetonte në një botë ku çdo fjalë mund të ishte e fundit. Ku çdo shprehje dyshimi mund të kthehej në akuzë tradhtie. Ku edhe heshtja mund të interpretohej si armiqësi. Kështu që ai vazhdoi të shfaqej në publik, të nënshkruante ligje, të mbante fjalime të shkruara nga të tjerët. Por brenda, ai po shndërrohej në një fantazmë. Në shkurt të vitit 1948, gjatë një ceremonie zyrtare për përvjetorin e çlirimit, Nishani u rrëzua papritur në skenë. Mjekët që erdhën në ndihmë thanë se ishte kollapsuar nga lodhja dhe nga ushqyerja e dobët. Por një infermiere që ishte atje dhe që dha dëshmi vetëm pas vitit 1990, tha se kur Nishani u zgjua, ai përshpëriti diçka që e bëri atë të ngrinte: ata janë këtu. Ata më shohin. Ata dinë çfarë bëra. Kush ishin ata? Miqt e vdekur. Apo diçka më e thellë, ndërgjegja e tij që kishte marrë formën e fantazmave që e ndiqnin kudo. Në qershor të vitit 1950 ndodhi diçka që e trondit Omer Nishanin në mënyrë të thellë. Koçi Xoxe, njeriu që e kishte detyruar të firmosë vdekjen e miqve të tij, u arrestua nga vet Enver Hoxha. Akuzat ishin të njëjta që Xoxe i kishte përdorur kundër të tjerëve: agjent i huaj, tradhtari i popullit, sabotator. Dhe në maj të vitit 1951, Koçi Xoxe u ekzekutua. Kur Nishani dëgjoi lajmin, ai nuk ndjeu asnjë kënaqësi. Ai nuk ndjeu asnjë ndjenjë hakmarrjeje. Ai ndjeu vetëm një boshllëk të thellë. Sepse ai e kuptoi diçka që shumë njerëz nuk e kuptonin ende, se ky sistem nuk kishte miq. Ai kishte vetëm vegla. Dhe kur një vegël nuk ishte më e dobishme, ajo hidhej poshtë dhe zëvendësohej me një tjetër. Koçi Xoxe kishte qenë vegla e Enver Hoxhës për të eliminuar kundërshtarët. Dhe tani, vetë Xoxe ishte eliminuar. Dhe Nishani e dinte se një ditë edhe ai do të eliminohej. Sepse ai dinte shumë. Ai kishte firmosur shumë dokumente. Ai kishte qenë dëshmitar i shumë krimeve. Dhe në një sistem ku e vërteta ishte armiku më i madh, dëshmitarët nuk jetonin gjallë. Në korrik të vitit 1953, Omer Nishani dha dorëheqjen nga posti i presidentit. Arsyeja zyrtare ishte shëndet i dobët. Por të gjithë e dinin se kjo ishte një gënjeshtër e sjellshme.
E vërteta ishte se Enver Hoxha e kishte hequr atë nga pushteti sepse ai ishte bërë një barë. Ai pinte shumë. Ai fliste në gjumë. Ai kishte filluar të tregonte shenja të pendimit, diçka që Hoxha nuk mund ta toleronte. Një president që pendohet është një president që mund të flasë. Dhe një president që flet është një rrezik për të gjithë sistemin. Kështu që Nishani u tërhoq në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, ku jetoi në izolim pothuajse të plodh. Shtëpia ishte e rrethuar nga agjentë të sigurimit që raportuan çdo lëvizjen e tij. Telefoni i tij ishte i përgjuar. Vizitorët e tij, të pakët që ishin, kontrolloheshin dhe pyeteshin. Ai jetonte në një burg pa hekura, por burg megjithatë. Dhe në atë burg, ai kaloi muajt e fundit të jetës së tij duke lexuar libra të vjetër, duke pirë raki dhe duke pritur fundin që ai e dinte se po vinte. Në maj të vitit 1954, Omer Nishani mori një vizitë të fundit. Ishte një njeri i veshur me uniformë të sigurimit të shtetit, një oficer i lartë që Nishani nuk e kishte parë kurrë më parë. Oficeri hyri në shtëpi pa trokitur, u ul përballë Nishanit dhe foli me një zë të ftohtë dhe të qartë. Shoku Enver është i shqetësuar për gjendjen tuaj shëndetësore. Ai mendon se ju keni nevojë për pushim. Ai mendon se do të ishte më mirë për ju dhe për familjen tuaj nëse ju do të largoheshit nga Tirana për një kohë. Nishani e kuptoi menjëherë se çfarë do të thoshte kjo. Largim nga Tirana ishte një kod për arrest ose ekzekutim. Dhe për familjen tuaj ishte një kërcënim i qartë, nëse ai nuk bashkëpunonte, familja e tij do të vuante. Ai e shikoi oficerin në sy dhe pa atje të njëjtën ftohtësi që kishte parë në syt e Koçi Xoxhes 7 vjet më parë. Dhe ai kuptoi se kishte ardhur fundi. Ai nuk kishte më zgjedhje. Ai nuk kishte më kohë. Ai nuk kishte më asgjë përveç një vendimi të fundit, si të vdiste. Atë natë, Omer Nishani shkroi një letër të fundit. Letra nuk u gjet kurrë, sigurimi e mori dhe e dogji. Por bashkëshortja e tij, në një dëshmi të dhënë dekada më vonë, tha se ajo e kishte lexuar para se ta merrnin. Letra fillonte kështu: unë nuk mund të jetoj më me atë që kam bërë. Unë kam tradhtuar njerëz që më besonin. Unë kam firmos vdekjen e miqve të mi. Dhe për këtë, unë nuk meriton të jetoj. Dhe pastaj, në 26 maj të vitit 1954, Omer Nishani mori pistoletën që mbante në sirtarin e tij, pistoletën që kishte mbajtur në njastëk për vite, dhe e vuri në kraharor. Ai shtyu këmbëzën. Plumbi shpoi zemrën e tij. Dhe për herë të parë në 7 vjet, Omer Nishani gjeti paqe. Por a ishte kjo paqe? Apo ishte thjesht fundi i një vuajtjeje që kishte filluar në tetor të vitit 1947, kur ai mori stilolapsin dhe shkroi fjalën që e dënoi jo vetëm miqtë e tij, por edhe veten e tij? Regjimi e fsheu të vërtetën. Ata thanë se ai kishte vdekur nga ciroza. Ata e varrosën me nderime shtetërore. Ata shkruan artikuj që lavdëronin kontributin e tij të madh për ndërtimin e socializmit. Por askush nuk përmendi miq që ai kishte tradhtuar. Askush nuk përmendi letrat që ai kishte firmosur. Askush nuk përmendi natën e 10 tetorit të vitit 1947. Sepse e vërteta ishte armiku më i madh i regjimit. Dhe Omer Nishani, edhe në vdekje, ishte një kërcënim për atë të vërtetë. Por historia nuk harron. Edhe kur dosjet digjen dhe dëshmitarët heshtin, e vërteta gjen një mënyrë për të dalë në dritë. Dhe sot, 67 vjet pas asaj nate të tmerrshme, ne e dim se çfarë ndodhi. Ne e dim se Omer Nishani nuk ishte një tiran i egër. Ai ishte një njeri i dobët që u ngujua në një sistem që e detyroi të zgjedhë midis jetës së tij dhe jetës së miqve të tij. Dhe ai zgjodhi të jetojë. Por çmimi i asaj zgjedhjeje ishte aq i lartë sa në fund, jeta nuk ja vlente më të jetojë. Dhe pyetja që mbetet, pyetja që na ndjek edhe sot, është kjo: kush është fajtori i vërtetë? Njeriu që firmosi vdekjen, apo sistemi që e detyroi ta bënte atë? Në arkivat e sigurimit të shtetit që u hapën pas vitit 1990, ekziston një dosje që mban vulën sekret absolut vetëm për sytë e shokut Enver. Brenda saj gjendet diçka që ngrin gjakun, një raport i detajuar për orët e fundit të Omer Nishanit, i shkruar nga agjenti që e mbikëqyrte shtëpinë e tij natën e 26 majit 1954.
Raporti përshkruan se si Nishani kaloi atë mbrëmje duke ecur përpara e mbrapa në dhomën e tij, duke folur vetëm me vete, duke përsëritur emra që agjenti i njihte nga dosjet e vjetra, Shefqet, Riza, Selaudin. Raporti thotë se në orën 23:30, Nishani nxori nga sirtari një pistolet dhe e vuri mbi tavolinë. Pastaj u ul dhe shkroi diçka, një letër që më vonë u sekuestrua dhe u dogj. Dhe në orën 24:15 u dëgjua një të shtën. Kur agjentët hynë në dhomë, ata i gjetën Omer Nishanin të shtrirë në dy sheme, me një plag në kraharor dhe me sytë e hapur, sy që shikonin drejt tavanit, por që nuk shihnin më asgjë. Por këtu vjen detaji që regjimi e fsheu për 50 vjet, në dorën e tij të djathtë, Nishani mbante një fotografi të vjetër. Ishte një fotografi nga viti 1938, ku ai qëndronte së bashku me Shefqet Bejen, Riza Danin dhe të tjerët në mërgim, duke buzëqeshur me shpresën e të rinjve që besonin se do të ndryshonin botën. Pse e mbante atë fotografi në dorë kur vdiq? Ai ishte një kërkesë e fundit për falje. Apo një dëshmi e fundit se ai nuk I kishte harruar kurrë? Në ditët që pasuan vdekjen e Omer Nishanit, Tirana zyrtare u mbush me flamuj në gjysmë shtize dhe me fjalime që lavdëronin shokun e ndjer. Enver Hoxha vetë mbajti një fjalim në varrimin e tij, duke thënë se Nishani kishte qenë një patriot I vërtet dhe një shërbëtor besnik I popullit. Por ata që e njihnin të vërtetën, dhe ata ishin të pakt, por ekzistonin, dinin se këto fjalë ishin gënjeshtra të hollë. Ata dinin se Nishani nuk kishte vdekur nga ciroza, siç thoshte komunikata zyrtare. Ata dinin se ai kishte vrarë veten. Dhe ata dinin pse. Një nga mjekët që e ekzaminoi trupin e tij, një njeri që më vonë iku nga Shqipëria dhe dha dëshmi në Perëndim, tha se kur e pa Nishanin të shtrirë në arkivol, ai nuk pa një president të nderuar. Ai pa një njeri që kishte vuajtur më shumë se çdo I burgosur në kampe. Sepse burgu I Nishanit nuk kishte hekura. Ai ishte brenda kokës së tij. Ai ishte në çdo kujtesë të miqve që ai kishte tradhtuar. Ai ishte në çdo ëndër ku ai shihte ata duke e shikuar me sy që pyesnin, pse, Omer? Pse na tradhtove? Dhe në fund, kur trupi I tij nuk mund ta duronte më peshën e asaj ndërgjegjeje, ai bëri atë që kishte menduar për 7 vjet, ai e mbaroi vuajtjen me një plumë. Por historia e Omer Nishanit nuk përfundon me vdekjen e tij. Ajo vazhdon në atë që ndodhi me familjen e tij, me miqtë e tij, me vendin që ai kishte shërbyer dhe që e kishte shkatëruar. Bashkëshortja e tij, e cila kishte jetuar me të gjatë atyre viteve të tmerrshme, u detyrua të nënshkruante një deklaratë ku thoshte se burri I saj kishte vdekur nga sëmundja. Ajo nuk guxoi kurrë të fliste për të vërtetën, jo sepse nuk donte, por sepse e dinte se çdo fjalë mund të sillte pasoja për fëmijët e saj. Kështu që ajo jetoi në heshtje, duke mbajtur brenda një të vërtetë që e hante çdo ditë. Fëmijët e Nishanit u rritën duke ditur se babai I tyre kishte qenë president, por pa ditur kurrë çfarë çmimi ai kishte paguar për atë titull. Ata mësuan në shkollë se ai kishte qenë një hero I popullit. Por askush nuk u tha atyre se ai kishte firmos vdekjen e miqve të tij. Askush nuk u tha atyre se ai kishte jetuar 7 vjet në një ferr të brendshëm. Askush nuk u tha atyre se ai kishte vrarë veten sepse nuk mund të jetonte më me atë që kishte bërë. Dhe kështu, edhe familja e tij u bë viktimë e të njëjtit sistem që e kishte shkatëruar atë. Por çfarë ndodhi me ata që e detyruan Omer Nishanin të firmos vdekjen e miqve të tij? Çfarë ndodhi me Enver Hoxhën, me sigurimin e shtetit, me sistemin që e shndërroi një mjek të ndershëm në një notër të vdekjes? Enver Hoxha vazhdoi të sundonte Shqipërinë për 31 vjet të tjerë pas vdekjes së Nishanit. Ai ndërtoi një nga regjimet më të ashpra në Europë, një vend ku çdo zë I pavarur u shtyp, ku çdo mendim I lirë u dënua, ku çdo njeri që guxoi të fliste u zhduk në burgje apo u ekzekutua. Dhe gjatë gjithë asaj kohe, ai përdori të njëjtën taktikë që kishte përdorur me Nishanin. Ai detyroi njerëzit të bëheshin bashkëfajtor të krimeve të tij, duke I ngarkuar me faj aq të rënd sa ata nuk mund të ktheheshin më mbrapa. Ai e dinte se një njeri që ka firmos vdekjen e një miku nuk mund të rebelojë më, sepse ai vetë është bërë pjesë e sistemit që urren. Dhe kështu, Hoxha ndërtoi një piramidë faji ku çdo njeri që shërbente regjimin mbante në duar gjakun e dikujt tjetër. Dhe kjo piramidë qëndroi për 50 vjet derisa në fund, në vitin 1991, ajo u shemb në peshën e gënjeshtrës së saj.
Sot, më shumë se 70 vjet pas natës së 10 tetorit 1947, ne mund të vizitojmë malin me gropa, kodrën ku u ekzekutuan Shefqet Beja, Riza Dani, Selaudin Toto dhe 13 të tjerë. Atje, në një vend të thjeshtë dhe të harruar, qëndron një përmendore e vogël e ngritur pas vitit 1990. Mbi të janë gdhendur emrat e të ekzekutuarve. Por nuk ka asnjë emër tjetër, asnjë emër të atyre që i dënuan, që i torturuan, që i ekzekutuan. Dhe mbi të gjitha, nuk ka emrin e njeriut që firmosi refuzimin e faljes së tyre, Omer Nishani. A duhet të jetë emri i tij atje? A ishte ai fajtor, apo ishte ai vetë një viktim? Kjo është pyetja që ndan historianët edhe sot. Disa thonë se ai ishte një tradhtari që zgjodhi jetën e tij mbi jetën e miqve të tij. Të tjerë thonë se ai ishte një njeri i dobët që u ngujua në një sistem ku çdo zgjedhje ishte e gabuar. Por ndoshta e vërteta është diçka mes këtyre dy ekstremeve. Ndoshta Omer Nishani ishte thjesht një njeri, as hero, as tradhtari, por një njeri që u përball me një zgjedhje që asnjë njeri nuk duhet ta përballojë kurrë. Në vitin 1998, një gazetar investigativ shqiptar arriti të gjejë dhe të intervistoi një nga ish agjentët e sigurimit që kishte mbikëqyrur Omer Nishanin në vitet e fundit të jetës së tij. Agjenti, tani një plak 80 vjeçar, i sëmur dhe i penduar, rrëfeu diçka që nuk e kishte thënë kurrë më parë. Ai tha se në natën para vdekjes së Nishanit, ai e kishte dëgjuar atë duke folur me vete në dhomë. Dhe fjalët që Nishani përsëriste ishin këto: "Unë nuk kisha zgjedhje. Unë nuk kisha zgjedhje. Por kjo nuk më shpëton nga faji." Kur gazetari e pyeti nëse ai mendonte se Nishani kishte pasur zgjedhje, agjenti heshti për një kohë të gjatë. Pastaj tha, "Ne të gjithë kishim zgjedhje. Por zgjedhja ishte midis jetës dhe vdekjes. Dhe shumica prej nesh zgjodhëm jetën. Por disa, si Nishani, zbuluan se jeta pa ndërgjegje nuk është jetë fare. Është vetëm një vdekje e ngadalë." Këto fjalë përmbledhin tragjedien e Omer Nishanit më mirë se çdo histori zyrtare. Ai zgjodhi të jetojë. Por çmimi i asaj zgjedhjeje ishte aq i lartë sa në fund ai zgjodhi të vdiste. Por pyetja që mbetet, pyetja që na ndjek edhe sot, që na pyet çdo herë që shohim një njeri pushteti që bën kompromise me ndërgjegjen e tij, është kjo: a mund të kishte vepruar ndryshe? A kishte një rrugë tjetër? Historianët debatojnë këtë çështje edhe sot. Disa thonë se po, ai mund të kishte refuzuar të firmos. Ai mund të kishte thënë jo, edhe me çmimin e jetës së tij. Sepse duke thënë po, ai nuk shpëtoi vetëm veten, ai u bë bashkëfajtor i një krimi që e ndjekte deri në varr. Të tjerë thonë se jo, ai nuk kishte zgjedhje reale. Sepse në një sistem ku çdo refuzim do të sillte jo vetëm vdekjen e tij, por edhe të familjes së tij, çdo zgjedhje ishte e pamundur. Por ndoshta pyetja e vërtetë nuk është nëse ai kishte zgjedhje. Ndoshta pyetja e vërtetë është, si arriti një sistem të krijojë një situatë ku një njeri i ndershëm, një mjek që kishte betuar të shpëtojë jetë, u detyrua të zgjedhë midis vdekjes së miqve të tij dhe vdekjes së tij. Si arriti një ideologji të shndërrojë njerëz të zakonshëm në ekzekutor. Dhe mbi të gjitha, si mund të sigurohemi që kjo të mos ndodhë kurrë më? Sot, më shumë se 70 vjet pas asaj nate të 10 tetorit 1947, familjet e të ekzekutuarve ende kërkojnë drejtësi. Ata kërkojnë që emrat e të dashurve të tyre të pastrohen nga akuzat e rreme. Ata kërkojnë që trupat e tyre të gjenden dhe të varrohen me dinjitet. Dhe ata kërkojnë që e vërteta të dalë në dritë, e vërteta e plot, pa censur, pa gënjeshtra, pa justifikime. Por kjo drejtësi ende nuk ka ardhur. Sepse edhe sot, 77 vjet pas rënies së regjimit komunist, shumë dosje mbeten të mbyllura. Shumë emra mbeten të fshehur. Dhe shumë të vërteta mbeten të varrosura në shtresa dhe u dhe heshtjeje. Familja e Omer Nishanit gjithashtu kërkon drejtësi, por një drejtësi të ndryshme. Ata kërkojnë që emri i tij të mos harrohet si një tradhtari, por të kuptohet si një viktim e një sistemi që e shkatërroi atë. Ata kërkojnë që historia të njohë se ai nuk ishte një tiran i egër, por një njeri i dobët që u ngujua në një kurth nga i cili nuk kishte dalje. Dhe ata kërkojnë që pyetja që e ndjekte atë deri në vdekje të bëhet pyetja jonë: çfarë do të bënim ne në vendin e tij? Shefqet Beja, Riza Dani, Selaudin Toto dhe 13 të tjerë u ekzekutuan në natën e 10 tetorit 1947. Trupat e tyre nuk u gjetën kurrë. Familjet e tyre vuajtën përsekutim për dekada.
Fëmijët e tyre u rritën me etiketën fëmijë armiq të popullit. Dhe emrat e tyre u fshetën nga historia zyrtare për 50 vjet. Por sot, ata janë njohur si martir të demokracisë, njerëz që guxuan të flasin kundër padrejtësisë dhe që paguan me jetën e tyre. Omer Nishani vdiq në 26 maj 1954. Ai u varros me nderime shtetërore, por pa paqe. Sepse ai e dinte, dhe ne e dim sot, se ai nuk meritonte ato nderime. Ai meritonte diçka tjetër, falje. Por falja nuk erdhi kurrë, as nga miq që ai tradhtoi, as nga familja që ai la pas, as nga vetja e tij. Dhe kështu, ai vdiq ashtu siç kishte jetuar 7 vjet, në një ferë të brendshëm që askush tjetër nuk mund ta shihte, por që ai e ndjente çdo sekond të çdo dite. Enver Hoxha vdiq në vitin 1085, pas 50 vjetësh në pushtet. Ai nuk u gjykua kurrë për krimet e tij. Ai nuk u përball kurrë me familjet e atyre që ai ekzekutoi. Ai nuk kërkoi kurrë falje. Dhe edhe sot, 39 vjet pas vdekjes së tij, emri i tij ndan shqiptarët, disa e shohin si një diktator brutal, të tjerë si një lider që mbrojti pavarësinë e vendit. Por një gjë është e qartë, sistemi që ai ndërtoi shkatërroi jo vetëm armiqtë e tij, por edhe ata që e shërbenin atë. Omer Nishani ishte një nga ta. Dhe historia e tij është një paralajmërim për ne të gjithë, se pushteti pa përgjegjësi, ideologjia pa mëshirë dhe frika pa kufi mund të shndërrojnë njerëz të zakonshëm në ekzekutor. Dhe se çmimi i kësaj shndërrimi nuk paguhet vetëm nga viktimat, por edhe nga ata që detyrohen të bëhen bashkëfajtor. Por pyetja që mbetet, pyetja që nuk ka përgjigje të lehtë, pyetja që na ndjek edhe sot, është kjo: kush mban përgjegjësinë e vërtetë për atë që ndodhi në natën e 10 tetorit 1947? A është Omer Nishani që firmosi refuzimin e faljes? A është Enver Hoxha që ndërtoi sistemin që e detyroi atë ta bënte? A janë agjentët e sigurimit që torturuan të akuzuarit derisa nënshkruan rrëfime të rreme? A janë gjyqtarët që dhanë dënime me vdekje pa prova reale? A janë ekzekutorët që varen litarin dhe shkrepin pushkën? Apo jemi ne të gjithë, një shoqëri që lejoi që kjo të ndodhte, që heshti kur duhej të fliste, që ktheu kokën kur duhej të shikonte? Ndoshta e vërteta është se faji nuk mund t'i ngarkohet një njeriu të vetëm. Faji i përket një sistemi që e bëri tradhtim të domosdoshme për mbijetesë. Dhe derisa ne nuk e kuptojmë këtë, derisa ne nuk e pranojmë se çdo njeri që jetoi në atë sistem u përball me zgjedhje të pamundura, ne nuk do të mund të mësojmë kurrë nga historia. Dhe historia do të përsëritet. Sepse historia gjithmonë përsëritet kur ne harrojmë mësimet e saj.